Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Se kështu ka lezet, miq të erët përsëri, miq, jemi prap ne, prap këtu, prap me ju. Tani, e nise pjesën e dënimit. Shiko, kjo e mirë është deri diku. Po ideja është nuk ja bën zemra njeriu që dikush që është rrezik për popullin. Se kjo është debat quaj si duash, juridik, filozofik, moral, njerëzor. Tani dëmi është një jetë, nuk ka drejt njëri ta marri, nuk ka asnjë njeri të drejt ta marri një jetë përveç atij që i takon. Por sa jetë kanë marrë këta? Pa i prekur asnjë thik, pa prekur asnjë armë, pa vetëm me shkresa, vetëm me letra. Sa jetë kanë marrë këta në mënyrë pasive me atë 7501. Sa lek pasive kanë marrë me tendera, sa ujra i kanë marrë. Ujnë. Ujnë më që Zoti i tha Mojsiu të bjeri shkëmbit. E kupton? Edhe po ja marrin, po ja japin italianit. E kupton tash çfarë po bëhet? Këta, shiko, pavarësisht është vetmja gjë që unë largohem nga besimi im, sepse unë jam pro rikthimit të dënimit me vdekje, jo për këtë. Kupton se edhe unë nuk jam aq idiot, domethënë, po për ata që ti dhe që duhen në burg, si pedofilët, si përdhunuesit për shembull, mik ka litar që i mbajnë çfarë lloj peshash, e kupton, edhe është financiarisht shumë e mirë, sesa të mbash me taksat e tua dikë që është literalisht kancer për shoqëri. Por edhe këta të tjerët, edhe në qoftë se nuk janë kancer, ta janë një sëmundje shumë e frikshme për shoqërinë plak. E kupton? Sepse e shikoni madhi bën i vogli, edhe kur han moll ta, unë një moll nuk e ha dot pa na i thel të vogël, na i xherek, na i gjysëm. Pse mos ta ha unë? Mi më hajde po vjedhun një moll, po ha çerekun po ha vet, çerekun drejtorit, drejtori të drejtorave çereku i vetë atij e sipër. Edhe kështu thela e mbushin thacën ata valla. Tani mua më duket shumë e butë, pavarësisht se është shumë e mirë, po ajo që kam debatuar unë me Tim Vllaj që është avokat, pavarësisht se nuk është avokat e drejtës penale, edhe me personat e tjerë që i përkasin fushës juridike si në Shqipëri dhe në Gjermani, që pse ku qëndron problematika ligjore që t'i bëjmë të dyja vlla. Më kupton që edhe 2 vite t'i marrin dhe çdo gjë t'i humbim. Pse nuk mund t'i bëjmë të dyja ne? Se edhe unë do bëja burgun unë, që bëj kështu si i mirë, që sillim se kur jam i kulluar, që nesër do vija në burg. Çfarë thotë? Të kisha vjedhur në 30 milion euro? E kupton se sa i bie për 3 vite? 10 milion euro në vit? Do të jesh CEO i 4 kompanive të bësh 10 milion euro në vit plak. E kupton? Si çeçfare, do vija, do pastroja burgun e do i bëja masazh gardianëve, çfarë dosh ti valla? Po 10 milion euro jeni Tereziu. E kupton? Kështu që këta tipa valla, jo vetëm të që thonë atë që qëndron jashtëzakonisht, po këta tipat duhet të ndryshohet ky lloj krimi, sepse ky lloj krimi domethënë vërtet ndodh një vrasje, vdes dikush, ngelet një familje pas, dhimbje e papërshueshme, nuk kemi nevojë të hyjmë atyre. Mik, këta po shfarrosin një popull të gjithë, e kupton, në mënyrë pasive, në mënyrë lënguese. E ke parasysh se ta thash herën e kaluar, është më mirë kur të merr Zoti sot për nesër. Dërsa kur të lë avash të humb shpresa vdesti. Kur bëhen këta nga 70-80 vjet që i merr Zoti, këta kanë vdekur, ka një 30 vite që kanë vdekur. Për brenda. Se ka humbur çdo lloj shpresë, çdo lloj vizioni, çdo lloj ëndre, çdo lloj dëshire, çdo lloj gjë që ata mund të kenë projektuar për jetën e tyre, për fëmijët e tyre. Iku mbaroi valla, fare, s'ka, nuk keti kur, domethënë mezi e presin ti marrja i lart. Ka shumë që nuk e dim pse i lë aty akoma. Thonë, ama merr thotë të iki se nuk merrem me këto. E kupton? Prandaj, domethënë dënimi për këto lloj gjëra andi i dashur duhet të jetë, domethënë stratosferik, por në të njëjtën kohë dhe i drejtë. I drejtë në kuptimin që bazën penale burgun ai do ta bëj, i drejtë në anën që të gjitha lekët që ka marr hajde, hidhun çik do t'i vllai, gjitha çka këtë pa justifikuar, se me pikë rrogun 1 milion, 2 milion, 3 milion lekë sa e kanë. Se edhe nuk i mbaj mend këto se i risin ta 1-6 muaj.
edhe nuk jam ekonomist. Edhe mendoj që një bashkimi të dyja do ishte perfekte, e kupton? O ti degenerohesh publikisht në kuptimin ti heqësh çdo lloj statusi, ti ja bësh gjitha publike, çfarë lloj pisliku që kanë bërë. Megjithëse kjo bëhet në Shqipëri deri diku, bile bëhet gjyq publik pa filluar gjyqi juridik fare. Unë mendoj që edhe kjo, edhe prap, duke pasur eksperjenca, ne nuk e dim çfarë lëkurë kanë këta, se bën vaki kanë dhe lëkurë rinoceronti, bën vaki që mund t'i bëjmë gjitha këto edhe ata prap janë në rregull me veten tyre. E kupton? Se nuk e bën ti mos se zëgjumi ty natën. Nuk e bën ti të japi vetë ti blet 3 kokra limona, vlla, janë çik më pak se 1 kg, i bëjnë 800 lekë, i jep 1000 lekë të kthen 500 lekë, do të vesh ditën tjetër dhe ja thosh vlla, më dhe dije 500, do të më jepje 200 urdhë. Na 300 lekësh. Se të zëgjumi jo se të je pasanik, po nuk të zëgjumi, nuk të shtyhet. 300 lekë, se ka dhe njerëz që ikën me 300 lekë. Kupton? Po nuk e bën ti. Prandaj s'ke për të bërë asnjëherë politikanti, asun. Kupton? Është një nga arsyet. Edhe ne prap me të gjitha këto masa që mund të ndërmarrim është thjesht provë. Hajde ta provojmë çfarë do ndodhi sepse ne nuk e dimë se si do reagojnë. Këtë mendoj unë për sa i përket dënimit. Po të vesh re, po të vesh re. Ëm, E para punës, nuk po shoh të ndodhi ajo që të konfiskohen pasuritë, të sekuestrohen, të kalojnë për komunitetin e gjitha me radhë. Pra, problemi kryesor është që edhe kur sheh burg dhe flas për rastet e fundit që kanë marrë dënim nga SPAK, nga gjykata, por me akuzë nga SPAK, në mos qofsha i gabuar personazhet të cilët ju nështruan edhe burgut dhe tani po i vjen koha avash të dalin, sepse një pjesë kanë aplikuar gjykim në shkurtuar, pra një reduktim me 1/3 etj. Pasuritë e tyre ose kompani tregtare që ata zotrojnë direkt apo indirekt, apo pasuritë e familjarëve të tyre janë totalisht të paprekura. Dhe kjo sot që flasim është e vërtetuar, nuk është më hipotezë. Pra, nëse lufta do përqendrohet non-stop tek fakti ta bëj burgun, sa vjet ta bëj, tipozliku të jetë i fokusuar tek qeni apo vuan apo ka burgun etj. Të jesh i sigurt që fokusi nga aspekti financiar humb. Nëse ti ke fokus aspektin financiar, aspektin reputacional, atë drejtësinë danteske në një farë mënyre, unë them se në atë moment burgu ndoshta do ishte element periferik dhe të thash në thelb, si e gjykoj unë, burgu është një element qoftë edhe strukturalisht, duke e parë si godinë. Është një godinë e përbërë nga beton, hekura dhe tela me gjëmba. Pra, tregon që aty ka një rrezik të mirëfillt të një qenie njerëzore, e cila me shumë gjas nuk meriton ta quash të tillë, sepse rrezikshmëria që ka treguar, krimi që ka prodhuar e gjitha me radhë nuk e bëjnë të denjë për këtë emër. Dhe ai është i denjë për atë ambient, sepse ti izolon atë, e mban larg shoqërisë dhe e bën të paktën e neutralizon që të bëjë dëm të tjera. Kurse një politikan në thelb është vërtet ajo që thua ti, me një firmë të hedhur ose të mos hedhur, ai mund të dënojë dhe të prodhojë vdekjen e qindra mijërave dhe vdekja është e shumanshme, është dhe ajo që me drejtë e analizove dhe përgozoj sepse në një moment për pak fjali arritet të përmbledhësh shumë perceptime dhe të cilat janë secila thelb në vetvete, por ka vdekje të mirëfillt dhe ka vdekje të dëshiruara madje një herë nga mjerimi i cili ka plan shoqëri të tëra apo kategori të caktuara të shoqërisë. Siç mund të jenë të moshuarit që nuk e dalin dot fund e muajit, nuk kanë para për ilaçe e gjitha me radhë. Por nëse ti do aplikoje mirëfilli këto lloj fenomenesh të marrin si pasurisë, shpërndarjen e kësaj pasurie për këto shtresa nevojë,
Të gjithë këtyre pasurit I gjehen kollaj. Domethënë sot ke një rrjet bashkëpunimi ndërkombëtar mes policive, prokurorive, ti arrin të identifikosh ku mund të kenë llogari bankare, I sekuestron, I kthen në vend, I fut në festar, I shpërndan në formë shpërbimi për pensionistët, për njerëzit nevojë, për ata që marrin asistencë janë për të ardhur të keq të dhimbse shpirti kur I sheh ose kur e di gjendjen e tyre. Shumë më shumë se sa burgu. Pastaj teknikisht mund të jetë burgu, po thash, kjo është një teze imja që nuk është se ka gjetur ose shoh zbatuar me një vend që të them. Por drejtësia danteske mua më pëlqen dhe mendoj që ka një drejtësi danteske, hynore, karmike, thash, për shembull po lexova që thash, unë nuk jam natyrë që kënaqem me burgun, me gjafën, nuk jam shumë agresiv si natyrë, jam mjaftueshëm paqësor. Edhe kjo është arsyeja që nuk më shef dhe tham prodhu këtë teori që sërriasin që stop po ta shohësh. Vetëm nevoja dhe natyra, si duket ka pat nevojshme ndritjen e kësaj gjë. Gjithsesi, po lexoja që Beqir Balluku, I cili ka qenë dhe gjysh I zonës kryeministres, ishte pushatuar me 5 nëntor 1975. Belindës ju komuniku masa në 2 nëntor 2025. Pra le të themi në harkun kohor të 50 viteve gati datë më datë, karma bëri që të dy familjar të gjendeshin në të njëjtën, për fat Zotit jo në të njëjtat situata, po përballë një mase ndëshkuese, për të thënë kështu. Sikundër që fenomeni I Sarkozis, I cili u dënua fiks një ditë e 14 vjet më vonë se sa vrasja e Gadafit, ku po të shohësh në gjithë arenën ndërkombëtare, një nga elementët që I atashohet më shumë Sarkozis dhe problemi kryesor që I atribuohet atij është pikërisht çuarja ose prodhimi I realitetit apo I rrethanave që çuan në një farë mënyrë deri në ekzekutimin e Gaddafit. Pra, them se vetë universi, energjia, karma, qysh si dushti, drejtësitë e veta I vendos në një mënyrë ose në një tjetër, ka tjetër kush që I rregullon dhe ne si spektator vetëm mund të habitemi kur I shohim. S'mund bëjmë gjë tjetër. Them njeriu duhet të tregohet I çik inteligjent, të priret, të shohi edhe benefitin. Pra, un kam benefit më shumë nga një erion I burgosur që apo nga një erion që kthen mbrapsht miliardat që mund të ketë në një mënyrë apo në tjetër të administruara. Dhe nëse nuk I ka totalisht vetë, por I ka shpërndar dhe I ka dërguar tek X apo Y që ti renditet shumë saktë në hierarki nga njëri tek tjetri, do më interesonte shumë më shumë që erioni të refente gjithë këto personat, ti merreje gjithë pasuria këtyre personave, ti bëj dhe ky proces njerëzor këtyre personave shumë më shumë se sa thash ti shoh në një kafaz, sepse nuk janë aq të rrezikshëm sa për kafaz. Nuk të bën dëm një erion në Tiranë nëse është I shpurpurepsur. Nuk të bën dëm. Le të flasim pak për në anën e kundërt të një kafazi, se kafazi është një ambient I mbyllur, e rësysh ku mbase në izolim edhe po të kërcesh mund të kapësh tavanin me kokë. Le të flasim pak për hapësira. Hapësira të hapura, hapësira aq të hapura sa të mundsojnë të ngrihesh deri në qiell. Tani ta bëjmë çik tani se mua bëjnë tavolin tamam se ne jemi njerëz të thjeshtë që po mundohemi të kuptojmë se çfarë drejçim po ndodh. O vëlla imi dashur. Ne kemi një aeroport që është për mendimin tim skëter, mund më shajnë rob sa duan, është skëter vëlla. E kupton, ka mangësi, domethënë duke filluar që nga lidhja. E kupton që është nga aeroportet që edhe atë që kanë, mund ta quash lidhje, e kupton? Se për zotin lart po të kishe një gomar, e kupton? Në pick point do arije të vije më shpejt atje se sa me një taksi. Po gjithsesi, e kanë bërë çka kanë bërë, betonuan, e hodhën pra blok hop, plur, futu betoniere brenda, hidh betonan dhe hidh hekura këtej, domethënë, okay, më në rregull, ashtu duan ta bëjnë, ai janë të paf, çat temun. Ja po jap
benefitin e dyshimit që janë të paftë. Para disa kohësh e bekuan veriu ne se donte t'i bashkonte ky që i kemi kalën regjimi i kaluar mbase etj e hapëm në thonjza miq të dashur një aeroport në Kukës. Ë? Tash nuk e di, unë nuk kam takuar asnjë individ që ka parë në një bilet që ka udhëtuar ndonjëherë nga Kuksi. E ke parasysh? Megjithëse ajo është literalisht edhe godina si më shumë si një hambar patate që do ishte më e denj, duke me qenë se patatet më të mira në Shqipëri për në Kuks. Tani nuk e di çfarë lloj fabrike kërkohet të hapet, domethënë në një ish territor të mbrojtur si park nacional për shumë lloj gjërash, nuk e di ç'a do fusin ato hambara, do rosa, lara, nuk e di ç'a ka atje, domethënë a do thajnë peshk. Por që kohët e fundit se më fal për shprehjen, po ne lajmutin me shurë burr. Pa mbaruar njëra del tjetra, kupton? Çdo ditë kanë ai që kupton? Ne jemi një shtet në kokainë, figurativisht, e kupton? Se gjatë gjithë kohës je bam 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 bam, je gjatë gjithë kohës domethënë që o vlla nuk merr dot frym. Në qoftë se ti je një person që të pëlqen këto gjëra të budalliqe si përputhen e Big Brother etj, je në vendin spektakolar, mos lëviz asnjëherë jetën tënde vlla. Ke drama tipit Kardashian nga më të çuditshme, nga më të bukurat, do kesh kohë pafund për të folur për këto lloj budalliqe. Ama në qoftë se nuk je mediokër tash, një nga tajkunët shqiptar, siç është Bexhet Pacolli. Domethënë, është i përfshirë. Nuk e di as si ta quaj, është afera, s'është aferë, është foul play, domethënë nëse si as temat juridik në Shqip, e kupton dhe militor me Hollywood. Nuk e dim se çfarë po ndodh, po e kanë filluar, njëri ishte edhe në intervistë nderuar i para ca kohësh te Koktasi, edhe ai duket sigurisht ishte bërë për qok. Hajtë dëgjojmë anën e këtij. E kupton, ky thoshte jo, të gjitha këto gjëra i kemi bërë ne, po unë nuk kam folur asnjëherë me Ramën. Ama Rama më ka takuar se më ka thënë për të hapur përpara zgjedhjeve që ne se bënin dot, pavarësisht bëm atë kështu, ishte thjesht për të treguar që jemi në mbarvajtje etj, po ai nuk di gjë. Nuk është përfshirë fare me këto lloj gjëra. Tani, ose ne jemi budallëj vërtet, që ka shanse, nuk është shansi zero. E kupton? Jo, përkundrazi. Ose këta janë aq naiv, domethënë sa mundojnë aktivisht na bëjnë për budallën. Se unë nuk e di, domethënë se në çfarë realiteti ne mund të jetojmë që një le të themi një objekt infrastrukturor kaq i madh, kaq i rëndësishëm, me rëndësi internacionale siç është një aeroport, të përfshihet në pisliqe të tilla që ma dha kontratën unë se parë se ka qenë njeriu im e besuar dhe e firmosa pa e parë. Po në botë të botëve, unë bëj kontratë për dritat edhe lexoj rreshtat, se nuk e dihet se e firmos 50 vjen 75 në fund muajit. Ti zotëri dashur, Bexhet Pacolli, ti nuk e paske kontrolluar. Në qoftë se nuk e paske kontrolluar, ti japim benefitin e dyshimit. Ja zë këtë qoftë, e kupton? Nuk e di kush drejshi, nuk e di si i ke bërë ato legla, qoftë se nuk kontrollon se çfarë firmos. Po nga ana tjetër tani, sot, kjo pas ka qenë një fabul ose një tregim hollywoodian që ky tipi të është infiltruar gjithë jetën, ka krijuar besimin tek ty dhe një moment tha, oh, po, tani arrita besimin. Tani unë mund të bëj the biggest heist in the Albanian history. E kupton? E të bëj mashtrimin më të madh. Po pse më çaj jemi ne? Aq budallënj jemi ne tani. Na hidhe dhe sy për të lloj gjërash. Nuk e di unë si e shefti tash mik, po unë Jo, ti mirë arsyeton, vetëm se harron një detaj të vogël. Publiku shqiptar, që në fundit është në një farë mënyrë dhe populli shqiptar, që është dhe votuesi shqiptar, është po njëjti pra. Ka vite të tëra që barset me telenovela turke. Duke që ndoshta në psikën e këtyre njerëzve që përbëjnë dhe ndoshta pjesën shumicën,
Se ne themi që ti me drejt thua mos na bëjmë për budallëk, po edhe shumë të zgjuar nuk mendoj se jemi. Tash ndoshta jo, realisht ka momentin ndoshta edhe ta kuptojmë dhe ta pranojmë edhe ta themi se domethënë zgjedhjet që bëjmë tregojnë që shumë të zgjuar nuk jemi. Domethënë se në Shqipëri kanë ekzistuar dy logjika. E para ajo që thash që le të vjedhi po pakën bëj punë, që është çmenduri. Dhe e dyta që janë gjithë njësoj. Ama se gjithë njësoj janë. Që është paradoks në vete sepse është ti je inxhinier, je shef i një kantieri, pa diskutim ti ke një apo dy kolegë të cilët kanë kualifikimin tënd dhe paralel mund të jenë shef të kantierit si kundër ti. Nuk mendoj që ti je njësoj si X-i apo si Y-i në atë kantier. Nëse do ishit në drejtim njëherë ti, njëherë tjetri. Pa diskutim që nuk do ishte njësoj, është e pamundur. Është biologjikisht e pamundur, është humanisht e pamundur, merr nga duash, kulturalisht e pamundur. Menaxhimi jo do ishte më i prirur drejt stafit, dikush tjetër drejt rezultatit, dikush drejt cilësisë. Nuk mund të jenë njësoj. Njëri do ishte më i prirur drejt vjedhjes, siç thej ti që edhe atë 30 lekshin do e thoshte ja futa edhe e fut në xhep. Dikush tjetër do thoshte pritje se më kanë tepruar 30 lekë materiale, po i thej tek investitori. Pra, kurse në Shqipëri, prej vitesh ekziston koncepti dhe formula që mos e gjithë njësoj janë, kështu që po mbajmë këto që kemi. Pra, një popull që drivet nga këto dy koncepte, që janë të gjithë njësoj dhe që edhe povolli s'ka problem boll bëjnë një punë, dhe që merret së fundmi, ky është koncepti i tretë që po del në pa, që merret me faktin molla apo dardha apo fumblla, mbrapa apo para kurrizit të kryeministrit. Dhe nuk i ve emrin mollëve, dardhave dhe fumbllave që janë pasuria e Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe do më lejosh të tutje që të paktën në bashkëbisedimin tonë dhe në çdo mundësi që do kem, do përdor të njëjtin tok fjalësh. Pasuria e shqiptarëve dhe Shqipërisë është vjedhur para apo prapa krave të kryeministrit nga bashkëpunëtorët e kryeministrit. Unë nuk di të ta ndaj dhe nuk do merrem me faktin që merren të gjithë, që ndodhi para apo pas krave. Sepse s'ka rëndësi. Për mendimin tim jo. Do merrem me faktin që ti vë për mendimin e çdo lloj njeriu që është mendërisht i shëndetshëm nuk ka rëndësi vëlla, sepse nëse ka ndodhur pas krave, siç ta thash për inxhinierët apo për politikanët në Norvegji, je i paaft vëlla. Nuk je për të qenë kryeminist nëse ti ka vjedhur, po ta jap punë 100% i kanë vjedhur pas krave. Je mut, nuk je për këtë punë. Të lutem. Po, se je administrator, jo sa pasurie. E kupton tash kaq administrimi i pasurisë, se ka administruar. Nëse dikujt i jepet në administrim një pasuri, ati i vidhet pasuria. Çfarë ndodh me atë person? Kjo është pyetje. Ti i jep në administrim pasurinë tënde një X personi. Ati personi i vidhet pasuria. Ti shkon dhe pyet ai thot ma votën, çfarë bën ti me atë? Vazhdon të lë administrator pasurisë tënde? Ndërkohë që në Shqipëri vazhdon lihet administratori pasurisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe kaq. Pra, një popull me të lloj tre gur themeli, unë nuk mendoj që është shumë i zgjuar. Për të kthyer tek tema. Telenovelat turke, të cilat masivisht popullojnë mediat në Shqipëri, si duket i kanë krijuar këtë ndjesinë e soap operas popullit dhe kur dëgjon fabula të tipit që unë dola nga pishina dhe pa lexuar Firmosa dhe ai shoku im i vjetër doli armik dhe ky që ishte administratori im i doli që ishte bashkëpunëtor. Aty si duket njerëzve i ndizet ai impulsi, thotë, "Oh, prit, prap telenovela e radhës." Edhe fillojnë apasionohen me të njëjtin pasion që shikojnë atë të orës 7 apo të orës 5 apo nuk e di se çfarë. Pra, rasti i aeroportit të Vlorës është për pjesën më të madhe të publikut, sepse nuk dua ta quaj popullsi, është publik, pra është një entitet i cili rri përpara një ekrani dhe mbush kokën dhe ditën dhe mendjen e tij me ato element që ti the, qofshin përputhjen, qofshin Big Brother, qofshin telenovelat. Pra, ky publik që për fat të keq ka rastisur të jetë dhe populli dhe zgjedhësi,
përkojnë të treja në të njëjtin personazh. Këtë fenomen, i cili është një lojë tipike e ndërthurur mes pushtetit, biznesmenëve, të cilët në rastin konkret prap patëm biznesmen turq në lojë, të cilët në një moment caktuar hynë dhe pas një momenti caktuar prap dolën nga skena. Pra nuk e di pse këta vëllezërit tanë që nuk janë vëllezër siç ti me drejtë, se çuditërisht gjenden prezent në gjithë ose në pjesën ndërmuese të aferave. Gjithsesi kemi një situatë të tillë. Kemi një shoqëri e cila është krijuar ad hoc, është shoqëri koncesionare, krijuar nga dy entitete, të cilët kanë bërë dealet e tyre që në fillim të herës, ku njëri si duket ka prokuruar miratimin nga shteti, nga qeveria, ka marrë bekimin nga qeveria dhe për këtë arsye ka kuotën e tij në projekt. Dhe tjetri ka aspektin le të themi inxhinierik të ndërtimit edhe të fitimit potencial që pret nxjerrë nga 35 vite koncesion. Ai është një projekt koncesionar, i cili është BOP Kamiden, pra është prodhim dhe operim, mandej është procesi i dorëzimit mbas 35 viteve. Duke pas parasysh personazhet, janë personazhe të cilët janë aktor ujqër, këto quhen peshkaqen, sharkët. Këta janë sharkët e peshat e rënda. Janë peshat e rënda. Nga intervista me atë që ka modelin tim të flokëve, konstatova pikërisht këtë që një person i cili ka bërë aeroportin e Astanës apo të shteteve të tjera tregon që është me vërtet është peshë e rëndë, siç ish presidenti i Kosovës është. Por nga ana tjetër prap kemi një koncesion të paracaktuar, i cili ka lindur në mënyrën që lindin pothuajse shumica dërmuese e koncesioneve, ku njëri hyn dhe bën shkesin, tjetri hyn dhe ve kapitalin, dhe tjetri hyn dhe ve emrin e reputacionit të shtetit të huaj, siç ishte rasti i kompanisë tjetër. Tash ne duhet të arsyetojmë në terma shumë me disclaimer për katës, kuptohet, sepse bëhet fjalë për sharkë, kështu që megjithatë, fakti është këtu që është një sekuestro, nuk e di nëse është e vendosur sot ju flasim nga ana e prokurorisë dhe miratuar nga gjykata, apo është ende në potencë, pra është që pret të vendoset, dhe që sipas pretendimit të aksionarit mazhoritar të koncesionit, i cili sot ka 98% të deklaruara në QVB, unë hyra dhe e pash dhe gjatë ditës sot, kjo sekuestro do jetë ajo e cila do prodhoj vonesën dhe zvarritjen e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Se mos njëri tjetri email këtë do ma marrë, ajo, mos në një mënyrë në një tjetër do vënohet ajo, kështu që. Pikërisht, dhe kjo mund të jetë paremjera alibia, nuk e di tash nëse do është alibia apo jo. Për momentin thash, nga ajo që pash në media nuk është se vura re të kishte sekuestro të mirëfillt të ekzekutuar si e tillë, apo është në potencë, pra flitet që do vihet një sekuestro. Megjithatë, unë dëgjova intervistën e ish presidentit, e cila ishte ashtu siç theti një qok dhe një apologji e mirëfillt e këtij personi, për cilën unë mendoj që nga një anë le të themi që ka edhe kjo aspektin e vet pozitiv, sepse jep mundësi të dy palëve të shprehë opinionin më në fund të informohet, sepse po ta vesh re Blon, neve më shumë ti gjithë mundësinë tonë për të informuar ja kemi deleguar disa personazheve, të cilët janë analistët dhe gazetarët që mbushin po të njëjtat poltrona në të njëjtat studio. Dhe gjithë informacioni që ne na vjen është i filtruar nga këto persona, sepse thash burimet mirëfilli nuk është se ka. Dhe vetëm gjë që unë tash me pozitivitet ke ai modeli i flokëve, ishte fakti që të paktën nga një nga aktorët u dëgjua se çfarë konkretisht ai arsyetonte. Ai
pati dhe mundësi të shpaloste në një orë e pak një mori dhe një mal kontradiksionesh që unë thash si ka mundësi në një orë të bie ndesh pohimet kaq shumë brenda të njëjtit person i cili po bën pohimet. Edhe e filloi me fjalinë që unë do them vetëm të vërteta edhe mund ta përdorni nesër në gjyq thaj zotëria, e kupton? Mund të më citoni nesër thaj, e kupton? Plako. Jo. Stafi jot juridik është bërnot nëse të kanë këshilluar të bësh këtë lloj gjëje. Pushoj nesër, you are fired, Donald Trump style, e kupton? Çfarë është kjo mollë? Jo, ideja është që ato mund të përdoren në një gjykatë nesër, por unë nuk di kush do jetë ai person i cili do i adresoj në gjykatë, se duhet të ketë një fantazi të shprenuar se aty kishte gjithçka të kundërtën në gjithçkaje, brenda aty realisht ti kaloje nga mirëbesimi tek po mirë, po ka padur një kontratë, po kemi ra dakord. Përfundimi është që në Vlorë edhe për ca kohë me shumë gjas nuk do të ketë aeroport, në diferencë nga Malizi, i cili ka gjysmën e territorit shqiptar dhe më pak se gjysmën e popullsisë, po ka 2 aeroporte dhe i ka aktive siç është Podgorica dhe Tivati, në ndryshim nga Serbia që ka 5 apo 7 aeroporte, në ndryshim nga Greqia që ka 14-15 aeroporte, apo Maqedonia që ka 2 apo 3, Shqipëria do ngelet me Tirana International Airport edhe për ca kohë, me sa duket ngjasat nuk ka të ngjarë që aeroporti i Vlorës të marrë jetë. Njëherë që ajo do vihet në punë, besoj se është në logjik dhe në interes të koncesionarit që të mund të çojë dhe të marrë fluturime cilësore, sepse është vetëm në mënyrë që ai të realizojë të ardhurën. Se 35 vite janë dhe ikin shpejt, edhe pse duken shumë. Por për kapitalet të tilla flas. Por se kur kjo do materializohet, unë di të them këtë Blan që ne jemi shumë larg, po shumë larg dhe me shumë keqardhje them, jo se në vendet e tjera nuk ka abuzivitet dhe abuzime, por duke filluar nga Maqedonia e Veriut dhe duke vazhduar me Malezi, cilët janë shtete si çerek sa jesash në ca aspekte po ti shohësh. Çerek është shumë, por nëse vazhdojmë. Tendenca që kanë për të qenë në kufit dhe në zbatim të ligjit është shumë herë më dinjitoze dhe shumë herë më cilësore se sa ajo që kemi ne. Prandaj ta them që kemi një problem të madh me shtetformimin. What the fuck is wrong with us? Qa drejqi nuk shkon me ne? Ne kemi patur një fatkeqësi që është fatkeqësi ta thuash, dhe për këtë edhe mund të jetë dhe kritika nga dëgjuesit, dhe gati i mirë kuptoj nëse do ketë, por ka plot raste që vërtetojnë që në pushtues ne kemi performuar më mirë se sa kur kemi qenë të pavarur apo të vetë qeverisur. Sepse në momentin që ne kalojmë në regjim vetë qeverisje, kemi një tendencë të frikshme për të zhvatur gjëm, pra është si ajo shembulli i të prerit të degës ku ti je ulur. Ne presim degën e pemës ku jemi ulur vetë. Me idenë që unë do nxjerr të ardhur, apo nga po i nxjerr? Nga vetja jote. Pra ti po pret degën e pemës ku je ulur vetë. Dhe ku nesër do pretendosh të ulësh djalin tënd, nuk do kesh më ku ta ulësh, sepse e ke shterrur atë vend, e ke masakruar. Sot po dalin, gjë që ishte e ditur dhe që flitej rëndom në Tiranë, që një pjesë e mirë e këtyre ngrehinave që unë e kam betejën time të përjetshme me kullat në Tiranë, sepse unë kam fatin e mirë dhe të keq nga Tirana dhe e kam për zemër si qytet. Kam pretenduar me të drejtë dikur, po sot po del hapur që influenca e ndranghetës, pra e mafias italiane, është shumë dominuese në pjesën e ndërtimit të këtyre pullave. Nuk di të them, por një realitet ku priret gjithkohës shteti dhe shtetarët të zhvasin në mënyrë gati skolastike vendin e tyre
dhe nga ana tjetër ta kthejnë në një eksperiment, siç u vërtetu dhe nga miratimi i ligjit të dieshëm për barazinë gjinore, me pretendimin që na e kërkon Bashkimi Evropian dhe në ato raste kur disa deputet pyetën se cili shtet i Bashkimit Evropian na e ka vendosur taksative faktin që duhet miratojmë këtë ligj, se ndryshe nuk u pranokemi, nuk merrte kur përgjigje si pyetje. Por në tutelën, në suazën e faktit që neve na e kërkon BE-ja, dje kaloi një ligj që për mendimin tim është një element shtesë që shtohet puzzle-it të eksperimentit që ushtrohet mbi këtë territor. Eksperiment të cilin tentojnë ta bëjnë edhe pjesërisht të arrin, edhe në vende si Maqedonia, si Malizi, Bullgaria apo tjetri, por kur në diapazonin që arrin ta implementojnë në Shqipëri. Domethënë është gati për të ardhur keq se si u kthyem në një laborator të mirëfillt për shumë shka të pakëndshme. Dhe drama e dramave pastaj është largimi i juaj, për cilën mund ta diskutojmë bashkë, por nëse do diskutonin bashkë do duhet të ftoja unë ty në një podcast ose ta trajtosh vetë si një monolog, që pse i ikët juve dhe çfarë pasoje solli dhe po sjell dhe do sjelli kjo për Shqipërinë. Kjo mendoj do një analizë të plotë, të mirëfillt, siç ti je i zot ta bësh dhe e ke vërtetuar hershëm dhe në ato ndërhyrje që bëre sot, për ta parë në 360 gradë çfarë që ky largim. Sepse për mendimin tim, plaga më e madhe dhe goditja më e madhe që mori ky shtet, pavarësisht gjithë këtyre çipsillojqeve, të cilat janë të tilla, që humbja e njerëzve, sepse në fundit një shtet pa banorët e vet është si një shtëpi e braktisur që në të nuk ka asgjë të bukur dhe asgjë që në një moment caktuar mund të përkthehet në vlerë të shtuar. Një shtëpi e braktisur, qoftë dhe shtëpia e një perandori me lyer dhe lar me ar, mbas X kohësh që nuk do banoj, do thej në një shëmti të jashtëzakonshme. Dhe kështu po kthehet Shqipëria. Shqipëria është sot shumë herë më shëmtuar se çka qenë para qoftë edhe 10-15 viteve, për gjithë eksperimentet që po i bëhen dhe mbi gjitha sepse është kthyer në një banesë të braktisur. Dhe dëmi që po i vjen dhe që do i vi është për mendimin tim i pa llogaritshëm. Nëse ata që janë sot në krye të gjës e kanë bërë me ndërgjegje, atëherë drejtësia danteske dhe çdo lloj forme, unë uroj që të aplikohet në mënyrën më të zellshme. Nëse e kanë bërë pa ndërgjegje, prap në rastin më të mirë faqet e pa ndriçuara të historisë i përshkrofshin në bëmat e tyre. Se nuk di të them andej. Por di të them që realiteti që ne po përballemi është ky. Unë shoh qytete të tëra të cilat janë katandisur në gati qytete fantazëm. Dhe flas për qytete me një traditë dhe me një cilësi që ishin nuk i kishin minimalisht zili asgjë qyteteve të kryesore në rajon. Kështu që megjithatë miku im më lejo po e kuptoj, më lejo atëherë si me iniciativën tënde, po edhe diçka që s'ta kam thënë akoma, po ta them tani. Miq të dashur, kjo pjesë e bisedës, ky episod mbaron këtu. Do ju ftoj atë gjithëve të më se tjerë like e subscribe, do të keni në mendje që mund të na suportoni nëse keni dëshirë në PayPal dhe Buy Me a Coffee. Në fund të këtij episodi në Spotify unë nxjerr edhe një votim nëse keni dëshirë që të rilançojmë kanalin e Patreon. Në episodin e radhës ne do të diskutojmë pa kronik të zezë dhe shëndet mendor në Shqipëri, por në bisedën tonë të ardhshme, duke marrë pak spunto nga ajo çfarë Andi tha, kemi ose un kam dëshirë të diskutojmë këto tema paraprak, nëse ne jetojmë cikë, na dalin gjëra për ditë, po nëse na lë rahat. Një nga gjërat që unë kam dashur gjithmonë ta diskutoj me dikë dhe besoj që
për shkak të diferencës të moshës do jetë perfekte për të diskutuar me Antin, është revolucioni dhjetorit në Shqipëri, që sipas mendimit tim është gënjeshtra dhe hoksi më i madh shqiptar që ka ndodhur ndonjëherë, që ka qenë komplet jo real dhe ajo ka qenë zanafilla e ligësisë moderne. Dhe besoj se Andi ka shumë të drejtë që ka ardhur koha, është pjekur tashmë koha për të diskutuar pak për sa i përket largimit, se i dëgjojmë numrave për ditë, thonë të ikën kaq, erdhën aq, ikën kaq, erdhën aq, thonë, po asnjëherë nuk kemi munduar, sepse është edhe vështirë në fakt. Thonë, është e vështirë të ndash pak objektive nga emocionalja, që çfarë është dëmi i vërtet. Kështu që këto tema ua premtojmë dhe na ndiqni tek episodi i radhës që në fakt do jetë pak i rënd. Por që çfarë kuptimi do kishte Agora e Buçi podcast nëse ne nuk do i shtrëngonim të poshtme dhe të diskutonim temat e rënda. Deri në tjetër ju puthim, ju përqafojmë dhe bashkë miru pafshim. Buçim në bu, CH, CHI, bu, CHI podcast.